Mirë se vini të dashur miq. Ky episod i veçantë i podcastit është fruti i bashkëpunimit të bukur përmes podcastit Juvenis në Shqipëri dhe diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Së bashku ndërtuam një urë të gjallë që lidh trashëgiminë tonë epike me zemrat për te kufive. Unë jam Erioni dhe ju po dëgjoni sot një episod të veçantë të podcastit Kreshnikët. Martesa e plakut Qefanak. Patkoj koha i shposhtonin nga gjitha anët në pjeshk. Tokat drithin në kënd të kalorsve dhe gjëmat e tyre në gjoshin për 3 orë larg. Zani i shpërhapan e man për një vajzë të reje dhe bukur një të binë. Një bukuri të rrallë që se kishte shoqen kërkon. Tani që kishte ardhur koha e martesës, 7 krajlat kishin dërguar njerëz të kërkojnë vashën për nuse. Krye kokë Bayraktar i ranë në derë së ëmës për vajzën. 12 agallar e 12 pashallar ishin përpjek të kërkonin dorën e saj. Por nëna e vej nuk ishte pranuar t'ja jepte bien askujt. Brenda ndollat e kohës, vasha po qëndiste në dërim Gjergjefin, ndërsa zhurma nisi të zbehi për jashta. Që gjitha jo rëmuj për jashta, moj nan? Shumë njerëz kanë ardhur me të kërku dorën tënde, moj bi. Po kush ka ardhur më kërkoj dorën, nan? Për jashta jam në krajla e Bayraktar. Janë mjell aga e pashallar, pa të asjeni nuk të kam manë. U thash të gjithve se Zoti më ka fal një vajzë vetëm dhe e kam si sytë e ballit. Veti kam thënë vajzë me gojë që ajo do të zgjedh atë të cilin do të doj vetë. Një gjë më vajzë, vetë mu i ty të ka kërku. A i kërkun se ka shokun, po gjithmonë i shkon ati të i luftu malit. Rallë herë kur vjen në shtëpi, petë ka ti ka të skuqur nga lufta. Për 3 ditë e 3 net s'mund të i lash. A e mërë ti mujin? Sa është për muna, nuk e du, as nuk e marrë. Vasha ktheu kokën nga dritarja e holli shikimin nga lart burrave të mbledhur në oborr. Po tjetër, kush më ka kërku? Zuku Bayraktar fort ka kërku. Ashtë i ri, e i pashëm, e djalë më të mirë nuk bahen një të binë. Nuk ka shumë gja e shpi, po duket i dhanë shumë astejet. A dënë ti të marrë Zukun? Zemra ma do një djalë të ri, po më duket asa e sa është burë për mu. Kush tjetër ka ardhur të më kërkoj? A ke qift marrë Qefanagin? Ashtë pak në mosh, po Zoti i ka falë ati shumë gja e malë. Për hirë në shpi keme e pas. Ka plot are florie ka me të majtë me tanat mirat. Dada e shërptore do të bëjnë hysme gjithmonë e do të pjekin ty kafen me sheqer. Njatë na ndua me e marun. Me ato fjalë nana doli jashtë. Bashkoj aga e Bayraktar. Lodhi lajmtare pashallar, cilët të gjithë ulen kokat ndërsa përgatiten të dëgjonin fjalët e saj. Unë kam ba bej për Zotin se kur s'ka me adhan vajzën kuj në qofse e nuk do të martohet. Me gojën time i kam thanë që e do të marrë atë që do të zgjedh vetë. Vetë ajo zgjodhi plakun Qefanak. Qoni fjalë Qefanaks që vajza e zgjodhi atë. Të dërgoj 300 dukate për paj e 300 dasmorë. Le të ftojnë dasë të gjithë të pranishmit, për të mos pas konflikt me të gjithë ato që kërkun dorën e saj. Kur i më rriti fjala plakut Qefanak, a gatiti qesën me 300 dukate e ja dërgoj nuses si paj. A i mlolli plot 300 dasmor. Thirri ndasëm gjithë ata që kishin kërkuar dorën e vajzës, por nuk ftoi as që të pashëmuin, as Zukun Bayraktar. Sa kesh ne i pas ka ardhur trimave. Se kështu bac muj. Nuk ka dhanë kur vajzë, nuk ka marrë kur nuse pa ne. Po ne u marrë të nusja plakot, na pa ti shkojmë të dy, si krysh të paftum. Trimat u veshën e u mathen mirë.
Shtrënguan gjokët e ilshuan ata me vrap. Kur arritën varganin me dasmor, u bashkuan me ta si krusht pa thirrur. Përshëndetin dasmorët mirë e u ban aty në selam. Shumë mirë po ja kthejnë selamin dasmorët. Së bashku me ta, trimat u nisën të marrin nusën, e në kthim u doli një fushë gjanë. Aty dasmorët u nalën për të pushuar. U zbritën kuajve e lshuan të lirë. Aty nisën kangë e valle. Aty nisën pinë venë raki. Kur nisën dëgjojnë shej, Zuku vuri re nusën e rrethuar nga shoqet e i holli një vështrim të ëmbël. Ka t'i shoh sy, s'po mund t'i ndaj. Më duket për mu, pas ka kënë kismet, ti me kënë e tjera kuj. Ndërkohë, nusja rrethuar nga shoqet po pinte kafet me sheqer. Ajo holli vështrimin aty ku dasmorët kishin marrë lojen e po pyet shoqet. Pash një zot që ju ka falë shoqe. Kush është ai burr që duket se përkull shpinën e atij kalit të zi? Ai, veç me petë ka jeshil Learn Floriri. Është Bylik Bashmuj, ai që të ka kërku dorën e nuk e zjodhe. Po ai tjetri mbi gjok të bardh? Ai, veç me petë ka të kuqe dhe armër për Dukati? Djalë më të pashëm nuk kam pa ndonjëherë. Ai është Zuku Bayraktar, djalë më të mirë nuk ka një të binë. Por të ka dash, por ti nuk e more. Pash një zot më shoqe po e pyes edhe një herë. Kush është ai plak i thinjur, ai ulur mbi atë pel? Njëri sy po i loton, një na këmbë po i çalon, jargët po i varen deri në brez. Ai është plaku qefanak, ai është fati që ti zgjodhe vetë. Me të dëgjuar këtë fjalë, nuk se zira dhimbja në zemër, e syt ju mushen me lot. Qielli u rrokullis, e trupi ju përmysëra për tokë. Gazi e hareja pushoj me njëherë, plaku që fanak nisi çaloj drejt saj. Na i ratë fikët nusës, të jap 300 dukatër ati që do mund të shëroj. Me të dëgjuar këto fjalë, Zuku Bayraktar u holl. O plak, po mi dha 300 dukate të shërojon nusën, se kam i laqin në gisht. E sa t'ja vetë në zemër, dhe t'a shnosh ata qojnë kam si që ishte më parë. Plaku nëzorri 300 dukatet e ja dha Zukut. Me ti marrë në dorë, Zuku morri hapat nga dalë drejt nusës. E përkull letë pranë saj, e i përshpëriti disa fjalë vesh me vesh. Në moment, nusja brofin kam si që kishte kënë për para. I zgjati dorën Zukut, i cili e vendosi në vithet e kalit. Atëherë djali i kërcej gjokut me shpinë. Nusja e mbërthej atë me krahë për rreth, dhe Zuku i dha gjokut e u largua me vrap. Asnjë prej krushve nuk mund t'i kapin. A ka nëj djalë që mundet me zanë Zukun, do të shpërblej me 300 dukate. Askush nuk u përgjigj. Atëherë muji ju afrua plakut. Në qose m'jep mu 300 dukate, të shkajon, të t'a gjaj Zukun, e të t'ja marr nusën. Plaku së mendua gjatë e i dha muji 300 dukate. Muji i futi ata në brez, i dha gjogut e e bani atë ty me mirë go pas Zukut. Kur muji pa nusën e Zukun që po lodronin e qeshin së bashku në një lëndin, a i zbriti nga gjogu. I riu me të ri, e plaku me pliqerin. Kur e pa që pa afrohej, Zuku pushoj lojen. Aman a mu i mas ma me rrëzën. Plaku qaj 300 dasmor me marrë nusën, e ty e mu s'na thiri kërsh nga i nati. Ne kërsh pa thirë e kena shku. Dhe shmasi unë e du, e vasham da, unë do ta marrat nuse për vedi. Ne bashk s'kena pse mesim në shërë. Që, për të jap ty 300 dukatet. Mos ke marak Zuk, se për plakun s'pa gjojmë kryt fort. A i s'ka pas se mi a ba ma keq. Haj, të qof nusja për hajrë. Kështu e lujten lojen plakut. Muji u nda me 600 dukate në dorë. Zuku majti nusën për vete. Ndërsa plaku që fanak dhe vargani me 300 dasmor u kthyen në shtëpi duar bosh pa nusën.
Dëgjuat martesa e plakut Qefanak. Falenderojmë të gjithë dëgjuesit që u bashkuan me ne deri këtu dhe një falënderim i veçantë për zërat që e sollën këtë historinë e jetë. Kërsia Kërëku në rolin e Vashës, Amarda Rapushi dhe Joana Naken në rolet e shoqeve, Suzana Miruku në rolin e nënës, Ermal Gruda në rolin e Mujit dhe Kushtrim Gruda në rolin e Zukut Bayraktar. Dëshiroj të shpreh edhe një mirënjohje të posaçme për profesorin Razar Nacho, pa të cilin ky bashkëpunim nuk të kishte qenë mundur. Nëse ju pëlqeu ky episod, dajeni atë me miq që adhurojnë legjendat epike shqiptare. Mos harroni të na lini komentet tuaja. Ata ndihmojnë të tjerë si ju të gjejnë podcastin. Deri herën tjetër, dëgjohemi së shpejti.